Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ama ba'd, falënderimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala, paqja mëshira Allahut, lutjet më të mira, më të veçanta, më të sinqerta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët kanë ndjekur, ndjekin dhe vazhdojnë ta ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pasi që falenderoj Allahun, shpeh rastin që ta falenderoj edhe Këshillin e Bashkisë Islame të Ulqinit në krye me të gjithë ata të cilët janë përgjegjës për organizimin e jetës fetare në Ulqin, pa marrë parasysh a janë përgjegjës apo janë pjesëmarrës, lutë Allahun subhanahu wa taala ti nderon me mirësitë e tij, ashtu siç nderojnë besimtarët me shërbimin e tyre në aspektin fetar, po ashtu edhe siç na nderojnë neve që të jena pjesëmarrës në aktivitetet e hajrit, në ngritjen e vetdijes fetare në shoqërinë tonë. Vëllezër të nderuar, ndoshta më ka rënë me majt me qindra ligjërata, por asnjëherë ligjëratat nuk janë të njëjta, sidomos kur ke të bësh me një ligjëratë e cila lidhet ngushtë emocionalisht me disa njerëz të veçantë të cilët i ka përzgjedhur Allahu subhanahu wa taala. E si jo, kur Allahu subhanahu wa taala i ka përzgjedhur dhe ndër ata të cilët i ka përzgjedhur janë musafirët e tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, luftëtarët në rrugën e Allahut, haxhilerët dhe umregjit janë musafirë të Allahut subhanahu wa taala. Allahu i ka thirr, ata janë përgjigj. Do me thonë çdo njeri nga haxhilerët të cilët e kanë bën niyet me shku këtë vit në haxh, ta dini se fillimisht janë thirr pi Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka mundësi me shku dikush atje pa mos mu thirr. Nuk ka mundësi me shku dikush pa mos mu thirr. Dhe këto janë të nderuar nga Allahu subhanahu wa taala. E ndjem vetin të nderuar kur na thret kryetari. E ndjem vetin të nderuar kur na thet ndonjë pronar, ndonjë pasanik, ndonjë dikush me vlerë. E si të mos e ndjem vetin të nderuar kur jemi në mesin e njerëzve të cilët i ka thirr Allahu subhanahu wa taala. Vëllezër të nderuar, nuk du ta zgjas shumë, por du vetëm një udhtim të shkurt në kuptimin real të cilën e bart haxhi. Allahu subhanahu wa taala ku ne ka caktua dhurimet neve, thot sibghat Allah wa man ahsanu min Allahi sibgha. Kjo është ngjyrosje nga Allahu dhe kush më mirë i cilëson dhe i ngjyros në krijesat e tij se sa Allahu subhanahu wa taala. Që është për qëllim se të gjithë këta adhurime të cilat ju ka caktuar Allahu subhanahu wa taala i bën që ju shpirtin tuaj ta ngjyrosni dhe ta ngritni në aspektin e besimit. Nuk është caktuar adhurim, nuk është na caktuar ndonjë obligim nga Allahu subhanahu wa taala vetëm se me na ngrit neve si besimtar, edhe vetëm se për të mirën tonë. Nuk na ka lënë Allahu subhanahu wa taala me fal namazin se ka nevojë për namazin tonë. Nuk na ka lënë Allahu subhanahu wa taala me nap zekatin se na kena nevojë për zekat, se Allahu ka nevojë për zekatin tonë. Nuk na ka thirr me shkun haxh se Allahu subhanahu wa taala ka nevojë që na me shkun atë vend. E gjithë kjo bëhet për të mirën tonë. Si për të mirën tonë? Vëllezër të nderuar, do të filloj ngadalë me këtë udhtim nga fillimi. Duhet t'i kuptojmë disa pika. E para, nëse të vetën dikush, çka do të thonë haxhi? Thuaj haxhi është përgjigjja ime për mallin e madh që e kam për të takuar Allahun subhanahu wa taala. Kështu është, në këtë dunja s'mundena mi taku Allahun, por kena mundësi me shku, me vizitu shtëpinë e tij dhe me ndje afërsinë Allahut subhanahu wa taala. Ky është haxhi. Haxhi është ai malli i madh që une po udhtoj nga këtu dhe po nisem me 1000 kilometra vetëm me shku në shtëpinë e Allahut subhanahu wa taala e cila është Qabja. Vëllezër, njerëzit kanë mall. Dhe çdo kush kur ka mall, kur e për shembull, kalon pranë shtëpisë që dikujt që e dën, që dikujt që e ke dash shembull dhe ka ndru jetë, veç kur ja shef shtëpinë, të kujtohet pronari i shtëpisë. Apo? Dhe për këtë shkojna në haxh. Për këtë shkojna ke Qabja, me kujtu mallin ton dhe pronarin e kësaj shtëpie, që është Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala thot: "Wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nas." Dhe na kena bë këtë shtëpi
Methabe. Abdullah ibn Abasi ka thënë, a dini çka është methabe? Sa herë që shkan atje, si të fillojsh mu largu, kur nuk ngihesh nga i vend. Dhe këtë e din ato njerëzit të cilët kanë qenë numre. Është vendi vetëm ku ti shkan atje, lodhesh, djersohesh, mundohesh, dikush shtyn, dikush të ka tret diçka, të ka marrë diçka, ti largohesh, kur hype në autobus mu largu, ose nga qabja kur del, të fillon dhe të rikthehet malli për qabën, subhanallah. Për këtë thot Abdullah ibn Abasi, Allah e ka bën methabet në nas. Sa herë që të fillosh mu largu, fillon me të kthy malli, po një tash mërqeve në qabe, Allah më mësof me shku prap. Gjithë këtë ku lodhesh, s'ke qef me shku prap. Në qabe, lodhesh, raskapitesh, çtohet më shumë malli për atë vend. Pse? Pse është malli i shpirtit për krijuesin. Është malli i shpirtit për pronarin e kësaj shtëpie që është qabja e shtëpia e Allahut subhanahu wa taala. Vëzër, Ibn Kaim i thot, realitetin dhe madhështinë e këtij vendit nuk e shijon kërkush, vetëm sa i cili ka mall dhe dashuri për Zotin e këtij vendit, për Zotin e kësaj shtëpie. Andaj, nëse dona mi shiku qëllimin pse na shkojnë në haxh, mbani mend këto 4 pika, pastaj do të ecim së bashku në për udhtimin e haxhit shkurtimisht, se kjo don shumë për të folur. E para është përgjigje të dashurit. Wa adhim fi an-nas, ka thënë Ibrahimit, dhe firi njerëzit për ta vizitu këtë shtëpi, për ta kryer haxhin. Sot përgjigjen njerëzit. Sot i përgjigjeni, ju jeni përgjigja e duas si e ka bëu Ibrahimi alayhis salam. Dhe jeni përgjigja e thirrjes që ju ka thirrë Allahu subhanahu wa taala. Andaj nuk dush kusht me prit kur të plakesh me shku musafiri Allahu subhanahu wa taala. A ke qef mi ndje afërcin e atij të cilin te e don, atë të cilin te adhuron. Po, shka më para. E dyta, vëllezër të nderuar, është për kujtim me ditën e gjykimit. Është interesante, kush e çelën suratul Hajj, e shifni se ajetet e para të haxhit, thot Allah subhanahu wa taala, thot ja ayyuhan nas taqu rabbakum, o ju njerëz, keni frikë Allahun. Me të vërtet dridha kiametit është diçka madhështore. Fillon ajetet e surës Hajj me përkujtimin e ditës kiametit. Në suratul Baqara përfundojnë ajetet e haxhit me çka? Me fjalën Allah subhanahu wa taala, fadhkurullaha fi ayamin ma'dudat, përkujtoni Allah subhanahu wa taala në ditë të caktuara. Kush përshpejton në 2 ditë nuk ka gjina, kush qëndron 3 ditë nuk ka gjina, për ato që e kanë frikë Allahun. Dhe thot Allah subhanahu wa taala, wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun, dhe keni frikë Allahun se ke ai keni më kthy. Andaj udhtimi jon për haxh është përkujtimi ditës kur do të dalim para Allahut subhanahu wa taala. E treta, vëzër, është simboli bashkimit. Shkon atje, e shef, njëni i zi, njëni i bardh, njëni i verdh, njëni me lara, njëni boj kafe, njëni i veshur me fustan, tjetër me pantallona, tjetër me bermude, tjetëri me fund. Asnjëni se merr vesh tjetrin, gjithë janë vëllezër. Pse? Pse gjithë janë drejtu një kibles, pse gjithë e adhurojnë një Zot, pse gjithë e pasojnë një pejgamber i cili është Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Kur shkojsh atje, çdo njeri në llogaritë është vllai jot. Edhe shpresoj se me tani ata që keni shku aty, me qenë bashkë në xhenetin Allahut subhanahu wa taala. Dhe e katërta, vëllezër, dini se haxhi dhe umria janë arsye me ta rregullu dunjan edhe ahiretin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bani vazhdimisht haxh dhe umre sa të keni mundësi. Sepse ato e largojnë varfrin, edhe i largojnë gjinahet, njashtu si që e largon atë papastërtin, ndryshkun nga hekri, nga metalet, nga ari, nga argjendja të keqen, a i farkatari kur punon me zjarë. Kur i ke dhënë të paret e haxhit, mos me nasi të ke haxhu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam garanton se këta kanë me të rregullu dunjan tënde, edhe kanë me të rregullu ahiretin tënd. Kthehemi vëllezër, në momentin e parë kur nisen haxhit, i veshin teshat e ihramit, apo ato teshat e bardha. A kena mendu ndonjëherë pse veshin ato tesha? Me na dëshmu neve se gjithë jena të barabartë para Allahut subhanahu wa taala. Ska majica ka 200 euro, ska sende me vlerë, nuk ka president, nuk ka deputet, nuk ka punëtor, nuk ka shef, para Allahut janë gjithë barabartë. Para Allahut janë gjithë barabartë. E para, e dyta,
si thash më herët, me na kujtu se kena me dalë para Allahut subhanahu wa taala. Veshja e haxhiut është veshja e kuj? E të vdekurit. 2 pëlhura të bardha ai, 2 pëlhura të bardha ti. Lyhet me misk xhenazja, lyhesh me misk ti kur nisesh për ta kryer këtë adhurim. Dhe sikurse është një mundësi, thot Allah subhanahu wa taala, robim, që ku e ke mundësinë që mu rikthy prep edhe me ardh tek unë i pastër. Kaloi një ditë Ebu Hurajra pra një varit dhe i thot, wallahi, 2 reqat mi thonë tyne, a i doni 2 reqat, a i doni komplet dunjan shka kanë ta, thot ne kishin thonë na jepni 2 reqat. Që ku e kena mundësin vëllezër? Na përkujton Allah se o rob të mi, jeni të barabart, po që ku e keni edhe shansën, që ku e keni edhe mundësin për me punu prap mirë, që ku e keni mundësin për mu kthy prap për me ba mirë. Një ditë Ibn Omeri tregon, thot isha e ullët e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe erdhën 2 persona, një ensar, një Thaqifit, edhe vesin, thonë ja Rasulullah, kena ardhur me ta bëj pyetje. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a doni më kallzu që doni me vetë, doni me vetë ju? Ja Rasulullah, na tregati çka doni me vetë, dhe ja thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot keni ardhur me pyet për sevapin çka keni kur delni ju për shtëpisë me shkuën hax. Thot po ja Rasulullah. Keni ardhur me vetë për sevapin keni çka bani kur i falni 2 reqat mas tavafit. Kanë thonë po ja Rasulullah. Thot keni ardhur me vetë se çfarë sevapi kena kur ta bëm Safën edhe Merva. Po ja Rasulullah. Thot keni ardhur me vetë se çfarë përblimi keni kur shkoni në Arafat. Po ja Rasulullah. Keni ardhur me vetë çfarë përblimi keni kur i udhni gurt. I thonë po ja Rasulullah. Thot, çfarë sevapi keni për gurbanin? Po ja Rasulullah, dhe i fillon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja shpjegon një nga një. Thot, kur delni pi shtëpisë, në momentin e parë çka niseni për hax, çdo hap çka e bani ju ose e bën mjeti i udhëtimit tuaj, ju falen ka një mëkat. Ju jepet ka një sevap, edhe ngriteni ka një derexhe në te Allah subhanahu wa taala. Para mendoj tash e nis pinullçin deri atje, sa pastron sevap, gjunahe, sa shtohen sevape, sa ngriten grada. Këto është mirësi që duhet ne si besimtar t'i kujtojmë. Pastaj vjen në mikat. Mikat është vendi ku bëhet niyeti. Masi e vesh, e bën niyetin, çka thu? Lebejk Allahumma lebejk. Të përgjigjem ty o Zot, nuk thu pa i përgjigjem Allahut, ja direkt. S'ka kërkuj mi kallzu se ti për përgjigj. Lebejk Allahumma. O Zot, ty t'jam përgjigj. Ti më ke thirr, unë ty t'jam përgjigj. Ku ka kënaqësi më të madhe, ndjenjë më të madhe, çfarë zani duhet me qeni fort e mos mu dridh, kur i thua Allahut o Zot, tim ke thirr musafiri joti, unë e pa vi këti. Unë e pa vi këti, dhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu i ka thirr ata janë përgjigj, ata janë lut Allahut, Allahu i është përgjigj lutjes atyne sikur se janë përgjigj ata Allahu subhanahu wa taala. Pastaj njeriu vëzër, kur thot lebbe në gjuhën arabe, dhe me thonë kur vendoset diçka fort. Kur i thua Allahut lebejk, Allah të jam përgjigj za ty, jam ju përgjigj vesh në hax. Po o Zot, pin këtë moment unë jam i përgjigjën ndaj teje. Se unë pa vi 4.000 kilometra, 5.000 kilometra, vjen marrë nesër mi e zanin e unë e mos me tu përgjigj ty, se ti prep jetë më thirë. Vjen marrë me më thanë ti kësë ban mi ba, unë e mi ba, se ti jetë më thirë prep. Andaj kur i thu lebejk Allahume lebejk, përgjigjem Zot, që më përgjigjem totalisht jam tërzu ty, edhe pse njerëz pagabime nuk ka. Pastaj thot innal hamda wa ni'mata, e kujton njeriu mirësinë, edhe madhështinë, edhe begatinë e Allahut subhanahu wa taala, dashnin, falënderimin, laka wal mulk. Pastaj e kujton kënd sundimin e Allahut, dhe ty të takon sundimi, se çdo send këtë dynja çka bëjmë na si besimtar, e kena mes frikës dhe shpresës që kena për Allahun subhanahu wa taala. Vëzër, pastaj udhton ti, dhe është rasti vetëm ku gjë me thonë gjdeher, kur e shofim sunetin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhikri ka qeni pëlqyshëm mi ba paza, subhanallah, alhamdulillah, inallah. Këtë dhikr lebejk Allahume lebejk, sahabet aq shumë kanë ba derisa i shter zani, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sa herë ju që të bëni telbije, nuk ndodhen gur, dru, dhe, me ju një gju, vetëm se ju bashkëngjitet. E pse në këtë rast ngritet zani, se në këtë rast shprehet
malli I madh çka ka mune me taku Allahun subhanahu wa taala. Pastaj vëllezër, kur hyn në xhami e shef çaben, ky është momenti kur ndalen telbiet dhe ngriten durt dhe bëhet dua, kam rrit në shtëpinë e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj kalohet përshëndetjet guri I zi, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një ky guri I zi s'ban dubi, e dim siç ka thënë Omeri radiallahu anhu. Ama në ditën e gjykimit, ky ka me pas gojë, ka me pas sy dhe ka me dëshmu për gjithë cilin, I cili ose ka përka, ose I ka ba, dhe me thënë, ka thënë bismillah, Allahu ekber, bismillah, Allahu ekber, edhe ka me dëshmu për te, kush e ka ba këtë me të vërtetën, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj bën tavaf. Tavafi është njësoj si namazi, vetëm se Allahu ka leju për me fol në tavaf. Vëllezër të nderuar, kur hyn tavaf, shikoni, Abdullah ibn Omeri vjen ja bën një pyetje. Ja bën një pyetje. Si përgjigjet mas tavafi, thot një gjë. Thot unë kur jam tavaf, unë e shoh se jam para Allahut subhanahu wa taala. S'kam vakt më marr me ty. S'kam vakt më marr me selfie, nuk kam vakt. Tamam, malli madh, bani një foto çabes. Fokusoju ma vonë në dhurim, se jem musafiri Allah subhanahu wa taala. Edhe për këtë thonë disa pitparëve tanë, thot kur I shifshin njerëzit të ba tavaf, e kena kuptu se janë të adhuru Allahun, ishtë në adhurim, kë nuk ka dalë të veç musjel, ishtë të adhuru Allahun subhanahu wa taala, dukeshin si me pas zoq për mi veten e tyre. Pastaj vëllezër, njëri u thot Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil, lutet o Zot, ne këtë dunja mirësi edhe në ahiret mirësi dhe kështu me radhë. Bani dua se jeni në shtëpinë e Allahut subhanahu wa taala. Bani dua kur shkoni se Allahu ka premtuar se nuk I kthen duat tuaja bash. Pastaj ndalesh ke mekami Ibrahim, Allah subhanahu wa taala thot, dhe merrni mekami Ibrahim dhe aty falni 2 rekat. I shumë interesante, ku I ka nodh me shku atje? Tan shkojnë me pat mekami Ibrahim. Ç'është është mekami Ibrahim? Është një gur ku e ka vendosur Ismaili, ka hyp Ibrahim alayhis salam dhe ka vendosur gurt me ndërtu qaben, I kanë met shenjat e kamve. Tamam, a keni nida këtë botë me shku me pa dhe një mret ku ka njesh? Me shku hajta shohim ku ka njesh filan mreti. Kërken. Pse Ibrahimit alayhis salam shko me shiko? Se kam të Ibrahimit shumë janë lodh për më ngrit fjalë Allah subhanahu wa taala. Shumë ish lodh për më ngrit njëshmëria Allahut. Ka shku pin në Irak, ka udhtu, ka shku pin Sham, ka udhtu, ka shku e kalan vet Haxherin me Ismailin atë, vet I kalan. Janë lodh ta kam këtë rrugë. Edhe Allahu thot, pse janë lodh ta kam këtë rrugë, edhe pse na duhet me ndjek këtë rrugë, kur të vini ke mekami Ibrahim çoni falni 2 rekat, si dëshmi se na kena me ndjek edhe na këtë rrugën e Ibrahimit alayhis salam. Pastaj çohesh edhe çka? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot se për ta 2 rekat e ke sevapin si mi liru një rob. Një rob e kanë robru, ti shkan ja pështan jetën e liran atë, e ke sevapin vesh për ta 2 rekat. Pastaj shkan në Safa, këtu ish interesant. Kur shkan në Safa, e dini janë ata malet, Safa, Merwa, aty e kalan Ibrahim a.s. kem? Haxherin edhe Ismailin. I kalan vet I kalan. I thot ja Ibrahim panelen. Ka thënë a I shpiteja pi Allahut. Ka thënë nuk na tradhtan neve Allahu. Mi dishkretin e kalan grun me fëmi, thot s'na tradhtan Allahu. Qimmet e tawakkul, thënë dietar. Kulmi mbështetjes në Allahun që. S'na tradhtan neve Allahu. E kthen fytyrën Ibrahimin, nuk kthehet më mrapa mi shiku. As grun e tij, as çka, as gjalin e tij, mas I dridhet zemra. Hypën Safa, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka hyp Safa ka bën një dua. Duaja ishte nuk ka zot tjetër përveç Allahut, një pashoq atij për këtë studimi pa lexoj vetëm për kthimin, s'pa tham arabisht, thot edhe atij për këtë falënderimi, ai është fuqishëm për çdo gjë, thot nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Kjo ishte ajo pika çka duheni më ndigju mirë. Thot nuk ka zot përveç Allahut një, I vetëm, I cili e ka çun vend premtimin e tij. E ka ndihmu robin e tij dhe vet ai ka shkatru gjithat grumbullin çka janë tubu kundër robit të tij. Ku na kthen kja? A din ku na kthen? A dit kur I ka thënë Allah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wandir ashirat al-aqrabin dhe thirrja të afërmit tu, ka dalë në Safa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nalt mal dhe I ka thënë ja sabaha, o ju njerëz, janë mbledh njerëz. Janë mbledh njerëz, I thot o ju njerëz, me ju thanë se ka një ushtri këtu mas mali çka dojnë më sulmu. A mbesoni? Ka thonë, ja Rasulullah, thot, o Muhammed, se s'ka qenë I dërguar, ka thonë, o Muhammed, thot, ti mos me të besu ma, pa kur s'ke rejt e dirisat.
Ka thënë, unë ju pa ju kallëzoj se Allah më ka qu pejgamber, dhe në qëse s'pasoni, Allahu përgatitën dënim të ranë. Thot, a për këtë në ke thirë? A për këtë në ka thirë? Ka thënë, tebben lek, Ebi Lahebi i ka thënë, dhe ka zbi surja tebbet jeda Ebi Lahebin vë tebb. Para me mo, ku ish këthy? Ish këthy vite mrapa, ku ju e keni refuzu, vjen pejgamberi s.a.s. që liru si Mekes, që ka thot, wa nasara abde, e ka ndihmu robin e vetë. Kujtoni në atë moment se një aty ka qenë pejgamberi s.a.s. janë qu komplet Mekja kundër ti, pa një aty ka ardhë fitimtar. Pse? Pse ka qëndru në rrugën e vërtet. Vëzë të ndëruar, e ban atë tawafin Safa u Merva, lëvizën 7 herë. Pse? Si shkak i Haxherit. Pse? Që ka bo Haxheri? Kur s'ka pas uj mina birit ti, ka shku, ka kërku pinjinën tjetërën, ama ka qenë mbështetun në Allahun, sa Allahu kam i qetë rrugdalje. Dhe na kur lëvizim aty dhe i bëm dua, duhet me qenë mbështetun në Allahun, sa Allahu kam në pramnu neve duat. Pastaj ish heqe e flokëve, i hekën flokë. Që dhe me thanë me hekë flokë, dhe i urdhot, pa kur gjatë, ja, ka i kuptim. A i kipa në burë ma para, kur i kanë marrë, ja kanë hekë flokë. A dini pse? Si në shenjë në çmimit edhe për ullje. E njeriu kur shkan atje, i hekën flokë, si shenjë për ullje, ndaj Allahu subhanahu wa taala. Çdo për ullje, ndaj dikuj tjetër është në çmim, përveç para Allahut është ngritje. Për këtë 3 herë ka ba dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për ata i cili hekin flokë, komplet, 1 herë për ata cilët i shkurtojnë. Pastaj shkon në Arafat, dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el hajju Arafa. Para kësaj, para përgatitën ditën e 8, jo me tervije, përgatitën për me shku në Arafat, se pa shku në takim me Allah subhanahu wa taala, dhe ky është vendi, dhe ishtë diçka shumë interesante. A keni, na pashtë thomë jena musafir të Allahut. Tamam. Arafati, që ishtë haxhi, pa shku më haxhiler, haxhi ishtë shka? Arafati. Pse Arafati jashtë kufinve të shpisë Allahut? Se ishtë qabja, edhe qabja ka, haremi ka kufin. Arafati ishtë jashtë kufive. Si pa të është musafiri Allahut jashtë kufive? E ka vetë një për djetarve, Sufjan e Thauri, e ka vetë Gjaferin, së nipin e Aliut radiallahu anhu, i ka thënë, a më në kalzan më burë, si ka mundësi, jena musafir të Allahut, Arafati, që haxhi, na jena musafir, haxhiler, a haxhi, aja shtilla kryesore, jashtë kufive të haremit, jashtë kufive të taborit. Si mundet shto? Thot një gja, ke ardhë musafiri Allahut pa. Arafati ishtë dera. Ti ke me shku aty, pin mizdit, ke me ba dua deri në akşam, si që ka ba pejgamberi sallallahu alaihi wasallam panal. O Zat, më prama, o Zat, më fal, o Zat, mi hap dyrë të rahmetit tam. Deri në akşam ke me ba dua. E kur të bëjsh dua, me përkullin ndaj Allahut, vjen akşami edhe qilen dyrt. Si kurse shkan këde një prisë edhe prit para dere, të jetë prit para Allah subhanahu wa taala. Qilen dyrt edhe shkan Muzdelife. Ku ish Muzdelifja? Muzdelifja mrenda haremit. Hën në bartë të shpis të Allahut subhanahu wa taala. Ke hy aty, je lodh para dere të i kërku, e ka dal pushat e shpak, ke me pushu, qohesh natje, edhe vazhdan edhe nisesh për në shpinë Allahut subhanahu wa taala. Ti shku atje, duhesh Jamratul Aqaba, mi hedh ata guralecat, kundër shejtanit. Ishtë interesante se ditën e parë vesh një vend hidhen ngurt. Në ditë tjera në 3 vende. Pse? Ditën e parë na vetëm me shpejtoj, me hekim shejtanin për rrugë, shko mu taku në shpinë Allahut subhanahu wa taala. Në ditë tjera, ishtë si Kuranin, kër e lezan fund, kula u dharabin felek, kula u dharabin nas, kërken mbrojtje, se kër e krynë haxhin, shejtani mlidhet edhe den me ta shkatru komplet, atëherë 3 herë e gjun. Dhe gjujtja e gurve, nuk ishtë vetëm pa gjuj shejtani, se shejtanin ti aty se gjun, se ka gjujt Ibrahimi a.s. Pa simboli kamet, se o ju njerës, nuk ban me thanë, lanet i qoftë, zoti na rujt, vesh një kaq, ja, duhet me pun mi kundërshtu shejtani. Duhet me pun, mi gjujt. Ama qka? Me vepër mi gjujt. Me veprat mira na mi gjujt shejtanin. Dhe zër, se koha e shumë e shkurt, thonë të Abdullah ibn Abasi, thot shejtanin, thot ju e gjuni, ama udhëzimin e babës tu Ibrahimit e pasoni. Çfarë udhëzimi, dhe zër? I cili kur ishte puna për me prej kurban,
Në atë moment, thot Allahu, kur djali i tij u rrit tamam për minimu babës, në atë momentin më të mirë kur baba mi knaqësin, shef në ëndër se duhet mi bë kurban. La ilaha illallah. Qohet, nuk thot valla se ti marr kja ëndër për shejtanit. Thot, shkan ki djali vet, thot, o birim, unë e kam pa në ëndër, pi Allahu subhanahu wa taala se duhet më bë kurban. Fa ja abeti fa'al ma tu'mar. Baba jem, bën çat ka urdhnu Allahu. Kemë mëgjet ndasht Allahu pi durimtarve. La ilaha illallah. Dhe me në kalzu neve Allahu subhanahu wa taala se kur të merë Allahu për mik edhe thu se unë e du Allahun, nuk ka të du zdu. Jam mund, jas mund. Allahu e ka marë Khalil Ibrahimin a.s. e i ka thënë një gjatë duhet me testu. A unë e ma i dashëm e djalijat. Kër e ka vu për mja vu thikën, atëherë Allah subhanahu wa taala ja, Ibrahim e ke kalu testin. Edhe na vëzër, në rrugën e Ibrahimit a.s. duhet mi kalu testet. Nuk ka mundësi, në jena këtë rrugë, gjithë e cilin test me ras, mundet. Duhet mi kalu, da një nodhen bim, ama na duhet mi kalu testet që i kena për tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe këtë ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka prej 63 deve me dorën e tij, pastaj e ka marrë thikën Aliu edhe i ka plotsu, i kanë bë 100 deve. Edhe kjo është dorëzimi plot për Allahun subhanahu wa taala. Dhe në fund vezër vjen tawaf el-ifada, i cili është simbol i haxhit. Është simbol i haxhit, kja kem ritma në shpi. Kja është si kur jenë sejdë. Namaz kur jenë sejdë, je mas afër me Allahu subhanahu wa taala, njështu ishte edhe tawafi i haxhit. Kem ritma tek Allahu subhanahu wa taala, i afru ke shtëpia e tij. Lut Allahu subhanahu wa taala. Lutë sa i të ka pranu, a i të ka thirë, a i të ka ofru, a i të ka përzjedh mesin e 8 miliard njëzve ka thënë, filani duhet më ardhë ke unë e musafir, filani duhet më ardhë ke unë e musafir, filani duhet më ardhë musafir. Nuk ish kush ka pare ma shumë, as nuk ish kush ka fakt ma shumë, as nuk ish kush ka njufsi ma shumë, as kush ka pozit ma shumë. Ja, ish kene ka thirë Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe kja vlezër, si shtot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e vjen këtë moment dhe e bën tavafin, vjen një melek dhe ja vendos haxhis dorën, edhe pse haxhia se min, thot vepra çat ka me të mrapa se je me gjunahet faluna. Qa ki ban këtë dunja ti shfal, pa kam gabu 50 vjet ti shfal, pa 60 vjet që s'kam lën gjapa ba ti shfal. Vazhdat ti shfal nga Allahu subhanahu wa taala, pastaj mas faljes ç'a bën? Mas tavafit, që kanë merë dhe pinuj zemzemit. Nderohesh pikuj, pi Allahu subhanahu wa taala, e pejgamberi sa ose më thot, e zemzemu li ma shuri bele. Zemzemi ishë për çka ta pish. Për çka ta pish. Për çka të dush ti, çka të binë mëm ty, pi e matë një jetë, Allah subhanahu wa taala ta pranon që se i bindun, se Allah subhanahu wa taala ka mundësi për gjithë shka. Edhe, kur të pish zemzem, pi mirë, një o mirë, se thot pejgamberi sa ose munafiku s'mundet mu një me zemzem. Pin pak edhe elen, s'mundem, thot. Pi mirë, shumë pi uj zemzemi. Lusë Allah subhanahu wa taala, na ba neve nga ta të cilët, Allah subhanahu wa taala ja pranon adhurimet e tyne. Edhe në fund haxhia e ban tawafin e lam të mirës, për shëndetet me Allahun subhanahu wa taala, dhe ky është shembulli i dunjas. Rri me këndush, shëshnoj me këndush, vjen momenti i lam të mirës. Lusë Allah subhanahu wa taala, që pranon adhurimet tuja. Lusë Allah subhanahu wa taala, që Allahu si që ka mundësu me qenë musafir të ti, me ju mundësu juve e neve zbashku, me qenë musafir të Allahut në xhennetul firdaus me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bismillahir rahmanir rahim. صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. Unë Medina nga uqini me vllazni, me fal namaza për teje, uj zemzemi du me pi. Me fal namaza për teje, uj zemzemi du me pi. Sa dashni ka brenda meje, për ty ja Resul Allah, lumë që jam unë për teje, falemderit o Allah. Lumë që jam unë për teje, falemderit o Allah. O maj dashuni Allahut, për të syni jem po qanë, erdha këtu për dashnin tane, me lot në sy po t'jap selam, me lot në sy po t'jap selam. Erdhi dita me u largu, çka me thonë kësaj zemrës time, po du me thonë s'po du, miru pafshim. Oj Medina, miru pafshim. Oj Medina, po lutem me lot në sy, në xhenet me ty me u pa. Lutem për blindit e mi, o sa shumë po bëj dua. Lutem për blindit e mi, o sa shumë po bëj dua. Miru pafshim përsëri, na mundsoft I madhi Zot, ti e dritë e syve t'mi, lumë që jem umeti jot. Ti e dritë e syve t'mi, lumë që jem umeti jot. O maj dashuni Allahut, për të syni jem po qanë, erdha këtu për dashnin tane, me lot në sy po t'jap selam, me lot në sy po t'jap selam. Erdhi dita me u largu, çka me thonë kësaj zemrës time, po du me thonë s'po du, miru pafshim. Oj Medina, miru pafshim. Oj Medina. Haxhi të dashur, ju uroj rrugë të mbarë dhe hax të planuar. Lëngoja, Deniz Lama. Sytë kanë me lotu I kja, me lotë malli e me lotë gzimi, për vend shenjtë të boni suftimi, me I përcjellë gjithë pas kanë dalë, po I thonë t'jemeve u tha e
Ti moj ditë zjatë dhe pak, të bëjmë lutje në Arafat, o Allah ne jem të ngrat, mos na kthe Zot duart that, kur erdh qasti me unda, s'mujti zemra pa me ba, pikoj loti nuj zemzemi, parasysh pëmrin haremi. Oj Medina, mal të madh zemër më mbina, a kam hymër o Allah, edhe I herë Qabën me pa. Oj Medina, mal të madh zemër më mbina, a kam hymër o Allah, edhe I herë Qabën me pa. Kur unë nisa me lodë sy, lumë për mu ku ja kam sy, thash po shkojnë ma të mirin vend, mysafiri Zotit tem, mysafiri Zotit tem. Me ihram Qabe kam hy, bëj tavaf, bëj lutje ty, Zoti jem sa I mirë që je, lutjet prap ti mos mi kthe, lutjet prap ti mos mi kthe. Qabe, moj Qabe, e ti moj Medine, sa t'jam I gjallë, ju don kjo zemra ime. Qabe, moj Qabe, oj Medinja mirë, ju themi ru pafshim, e jo lam tu mirë, e jo lam tu mirë. Në Arafat haxhit kanë dalë, po thojnë Zot aman na fal, pa gjunohe dojmë atë kthim, ja Gafuru ja Rahim, ja Gafuru ja Rahim. Në Medine kur kam shku, asa shumë jam përmallu, pejgamberit I dhash selam, e nga syt lotët s'mundan, e nga syt lotët s'mundan. Qabe, moj Qabe, e ti moj Medine, sa t'jam I gjallë, ju don kjo zemra ime. Qabe, moj Qabe, oj Medinja mirë, ju themi ru pafshim, e jo lam tu mirë, e jo lam tu mirë, e jo lam tu mirë. Zoti I rrit inshallah. Tash ti kena me lexojmë ata haxhive, dhe me njëherë masaj do të bëhet duaja, dhe gjithë ata që I shpërmana në haxhive do të dalin këto inshallah në ret, dhe mos ne do të përshëndetem me ta. Qini të më nga Mezhlisi I Bashkisë Islame Ulqin janë, dhe më thanë, 14. Pritet që haxhit të nisen nesër, kush ka dëshirë me I përcjell, në orën 13:30 nisen prej stacionit të autobuseve të Ulqinit. Sa I përket udhëtarëve nga Ulqini, ata të cilët shkojnë për veti, pra për herën e parë, janë Selim Ismaili, Servete Ismaili, Skender Mehmeti, Vehbi Gjoni, Qamil Pali,
Enver Muçaj, Nazice Dabi, Feride Usović, Nadire Ardolli, Mirsad Efendi Muçaj, këta janë domethënë bedela. Këto 9 partë janë për veti, kurse këto 5 tjetër janë bedela, pra zëvenca. Pra Hoxha Mirsad Muçaj shkon bedel për Rahmetli Agron Gjeloshin, Nail Bajraktari bedel për Rahmetli Muhammed Bajraktari, Muhammed Kurti bedel për Rahmetli Selim Dulim, Milazim Demiri bedel për Rahmetli Hasan Demirin dhe Edin Efendi Veliqi domethënë shkon bedel për Hasie Çapriq. Allahu inshallah ja lehtëson të gjithëve e ja bën kabul. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Falënderimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahut të plotfuqishëm. Falënderimi I takon atij që ishte kur nuk ekzistonte asgjë. Falënderimi I takon Allahut I cili është I pari, pa fillim dhe I fundit, pa mbarim, I cili di të mbrëmshmen dhe të jashtmen. Falënderimi I takon Allahut I cili qabën e bëri shtëpinë e parë për adhurim dhe vizitën e saj për besimtarët obligim. Paqja, mëshira dhe bekimet e Zotit qofshin mbi Muhammedin a.s., mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik e fisnik dhe mbi të gjithë ata që e përcollën dhe përcjellin rrugën dhe traditën e tij deri në ditën e gjykimit. O Allah, që nuk ke shok tjetër, vetëm ty të besojmë, vetëm tek ti kemi shpresë dhe vetëm te ti mbështetemi. Ti je mëshiruesi e mëshirbërësi, lehtësoju rrugën këtyre haxhinëve. O fuqi plot, mundësoju këtyre haxhinëve kryerjen e ceremonive të haxhit, tavafin e shtëpisë sate, në Safa e Marwa, qëndrimin në Arafat, në Muzdalife e Mine, në vizitën e xhamisë së pejgamberit alayhis salam dhe vendet të tjera. O Zoti im, shuaju etin këtyre haxhinëve nga kroji I Zemzemit dhe na bëj nasib edhe neve e në ahiret bëna të mundur që të pim nga kroji I xhennetit. O I gjithëmëshirshëm, na e bëj të mundur neve që të kujtojmë ty në kënaqësitë dhe në vështirësitë më të mëdha e haxhinëve me gjuhën e tyre duke thënë Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Të përgjigjem o Zot ty, Zoti im, të përgjigjem që nuk ke shok, të përgjigjem ty për ty që çdo lavdat e falënderim, dhunti e pushtet dhe nuk ke shok. O Allah, na bëj këtë tubim të bekuar dhe këtë dua të pranuar dhe këtë rrugë të lehtësuar. E largoj nga ne rreziqet e mundimet për në çdo vend të shenjtë. Të lumt ty o madhëria jote që ti ruash, të lutemi ty o madhëria jote që ti ruash robrit e tu kudo që të jenë dhe nga çdo gjë e ligë ruaj ata që udhtojnë nëpër tokë, nëpër det, nëpër ajër, të shkojnë e të kthehen shëndosh me dhuntit e tua o mëshiruesi I mëshiruesve. O Zoti fuqiplot, ndihmoj ata që ndihmojnë fen tënde, e shkatroj ata që mundohen ta shkatrojnë fen tënde. O Zoti im, lehtësoj me mëshirën dhe bekimet e tua mbi ne, mbi popullin ton, mbi haxhinët e mbi muslimanët në përgjithësi. O Zoti im, lëshoj mëshirën, paqen dhe bekimin tënd mbi këtë popull dhe në këtë tokë, në të cilin na krijove me dëshirën tënde, ku do të kthehemi edhe prap do të ngrihemi prej saj para teje. O sundues I gjithësisë, na bëj mbizotrues me tokën tonë, e mos lejo që armiqt e tu dhe armiqt tanë të na shkelin dhe të na robrojnë në trojet tona. O shërues, jep ju këtyre haxhinëve dhe neve shëndet, të smurin shëroje, të rubruarin liroje, vendesin bekoje, të humburin drejtoje e armikun shkatëroje. O pranues I veprave, pranoje këtë vepër prej nesh, ti I dëgjon të gjitha dhe I di të gjitha. O Zoti im, na bëj ne dhe pas arsit tanë besnik ndaj teje. O furnizuesi ynë, begatojmë në këtë dhe në botën tjetër me të mirat e tuja dhe pranoje pendimin tonë.
Ti je ai që pranon pendimin dhe je mëshirues. O falësi im, ti je falës e pranon faljen, na fal neve, prindrit tanë, vëllezërit dhe motrat tona, farafisit tonë dhe besimtarët në përgjithësi në ditën e llogarisë së saktë. O Allahu, na bën të mundur që pejgamberi Muhamedi alayhis salam të jetë ndërmjetësuesi në ditën kur nuk ka ndërmjetësues tjetër përveç atij që e lejon ti. O i gjithë pushtetshëm, na forco bindjet tona dhe na bëj prej besimtarëve të devotshëm, e na ruaj në çdo vend dhe në çdo kohë nga intrigat e shejtanit dhe insanit. O Allahu im, të përgjigjemi për haxh. O Zot, të lutemi që të na mbrosh nga brengat, pikëllimi, pamundësia, përtacia, na mbron nga shpirtngushtësia dhe kopratësia. O Zot, na përforcon e fe e cila na mbron, na përmirëson të mirët të kësaj bote nga të cilat jetojmë, na përmirëson gjendjen më të mirë në botën tjetër ku do të shkojmë. O Zot, na fal gabimet tona, të prindërve tonë dhe të besimtarëve në përgjithësi. O Allah, na jep të mirën këtë botë dhe në botën tjetër, shpërblena me xhennet dhe na ruaj nga zjarmi i xhehenemit. Istajib du'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Allah kabul inşallah. Taş kandidat për nga Zoti urdhër mori, mirë pastrohen shtëpinë time, se nga gjitha nëtë e botës do vinë njerëz për adhurime. Të përgjigjem, e nga malli brenda digjem, po vi me një mal mëkate, i dorëzohem madhërisate. Të përgjigjem, e nga malli brenda digjem, po vi me një mal mëkate, i dorëzohem madhërisate. Me vrapen dhe presë largu, vizitoj shtëpinë e vjetër, të përmendat të madhërova, përveç teje s'kam zot tjetër. Në fushën e Arafatit, shumë lutje me lati bana, dua të them pagjinove, si ditën kur m'kalin nana. Të përgjigjem, e nga malli brenda digjem, po vi me një mal mëkate, i dorëzohem madhërisate. Të përgjigjem, e nga malli brenda digjem, po vi me një mal mëkate, i dorëzohem madhërisate. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak.
niseni në një rrugë të madhnueshme kështu për në haç. Çfarë përshtypjesh keni dhe si po ndjeheni në këto momente? Momenti ish me gëzim të madh pa dhe me emocione të mëdha. Kështu që inshallah na prin Zoti të marrën, na ban Allahu kallej e lehtë. Gjithëve ja uroj këtë ditë të sotshme e ja mundsov gjithkujt kush ka qef. Kaq. Po shkoni në një rrugë të madhnueshme për në rrugën e haxhit. Si po ndjeheni sot? Në ratë e parë falenderoj Allahun Zotit të gjithësisë që na ka mundsu. Kjo është hera dytë e jeme sepse kam qenë edhe herë në Umre. Është shumë një kënaqësi e madhe e papërshkruar. Falenderoj në ratë e parë Allahun, pastaj familjen time që ma ka mundsu. Allahu ja mundsof secilit musliman prej nesh. Faleminderit. Po shkoni në një rrugë të madhnueshme në rrugën e haxhit. Si po ndjeheni sot? Keni emocione? Selam aleikum. Emocionet janë. Po shkon për herë të parë. Po shkon me vizituat vendi herën. Masi që ma boni Allahu të mujshëm. Inshallah gjithku ja bën Allahu të mujshëm, ai që ka dëshirë me shku. Tesh 3 vjet kam desht, tesh ma ka bon Allahu të mujshëm. Pa bon Allahu të mujshëm kur gjane punët. Allahu ju pranoft. Amin, amin. Edhe këtë radh jeni udhëheqës i grupit për në haç. Si po ndjeheni? Fillimisht falënderimet i takojnë madhërisë së Zotit që po na mundson që me shku në vendin më të mirë, në tokën më të mirë të Zotit në Qabën e bekuar. Më të vërtet udhëtimi për një Qabë është një udhëtim i veçantë me ndjenja të veçanta. Kësaj radhe ne kemi gjithset nga Mali i Zi kemi 140 haxhi. Nisa do të bëhet nga aeroporti i Podgoricës, më thënë nisa është sante mazdite, ka ora 18 minuta. Lusim Zotin e madh që Allahu me na lehtësu udhëtimin, të shkojmë i shëndosh e mirë dhe të kthehemi shëndosh e mirë me haç të pranum e me gjunahet falura. Sa haxhiler janë nga Ulqini? Nga Ulqini kemi 14 haxhiler. Inshallah në të ardhmen kam rrit numri edhe ma shumë edhe pse ka pas kërkesa edhe ma shumë, por se në këtë sistemin e ri kemi pas numrin e kufizum, që shpresojmë inshallah ndash Zoti vitin e ardhshëm do t'ju mundsohet të gjithëve atyre që kanë dëshirë që të shkojnë në ata vende të bekuara, në ata vende të shenjta. Për të gjithë këto që e kanë për herë të parë nisjen në haç, cilat kanë qenë ato këshillat juaja që i keni dhënë? Kemi pas përgatitje, dhe me thënë kemi sqaru rregullat që i pret çdo haxhi që shkon në tokë të shenjtë, në atë vend të shenjtë, por sidoqoftë ne edhe gjatë kryerjes së gjitha obligimet ceremonive të haxhit do të jemi zbashku çdo kund. Lusim Zotin që inshallah Zoti më na lehtësu dhe ka me qenë çdo gjë, shpresojmë që do të jetë çdo gjë me rregull. Sa hoxhallar janë nga Ulqini? Për hoxhëve jam unë edhe është hoxhi Edin Veliçi, unë jam si përgjegjës, si udhëheqës për këto haxhit, por inshallah kemi edhe udhëheqës të tjerë që janë në pjesën e ana Podgoricës e Verjut gjithashtu. Nuk e kemi numrin e madh shumë, kështu që 5 vetë jemi udhëheqës. Inshallah Zoti na ndihmon e na lehtëson. Si është kjo ndjesia kur Kurban Bajrami pritet në tokën më të dashur tek Allahu? Në vërtet edhe kjo është një ndjenjë veçantë, sepse përsëri aty na mundsohet ne edhe sidomos ne haxhit mes vetes, domethënë afrohen edhe zemrat edhe më shumë. Përsëri është ajo mungesa edhe tu për njerëzit e vet, por se kështu është caktimi i Zotit, se edhe ata vende janë vende që i ka beku Zoti i madh, edhe malli është i madh, edhe s'ka njeri që shkon në atë vend e që nuk nin një kënaqësi që nuk mundet me u përshkru me fjalë. Amin, gjithë faleminderit shumë edhe për juve. Zoti ju shpërblet. A ishte bukur që shken? Po. A ka me të marrë malli për këta ditë që ke madhen në Qabe? Po. Si quhesh ti? Si ke emrin? Feletem. Bravo. Shumë bukur. Bravo. Na keni krypur. Nga malli brenda digjem, po vimen jemen më kate, i dorëzohem madhërisate. Lebbejk Allahumma lebbejk,
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إلا الله والله أكبر Inshallah dhe ju shkoni gjitha këtë të ganë që Zoti ju rujt